Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Po gënjen veten, Ledion Liço i kthehet Arbana Osmanit. Paraqitja e Arbana Osmanit së fundmi, Kral Ketavisit, u pasua me një falënderim për këtë të fundit dhe për TV Klanin sigurisht. Por këto veprime nuk kanë kaluar pa u vënë nga Ledion Liço, i cili mbrëmjen e së shtunës i përshëndeti banorët me "Mirëmbrëma yje". Studio shpërtheu në duar trokitje gjithashtu dhe konkurrentët në shtëpi, ndërsa Ledioni shtoi se kjo frazë prej kohësh tashmë është zhdoganuar nga Top Channel. Shikoni edhe pse fjala yje ka kohë që është zhdoganuar tashmë, ju jeni yjet më yje se sa yjet kudo që ndodhen, u shpreh Ledioni. Një thumb ky ndaj Arbanës, e cila nuk është më pjesë e Topit dhe për më tepër ndërtoi programin e saj në YouTube me të njëjtat fjalë që kishte në Big. Mirëmbrëma yje. Por nuk mbaron me kaq. Në fund të prajmit, moderatori e mbylli me një shprehje që nuk mund të kuptojë ndryshe, veç si një tjetër kunj ndaj Arbanës, e cila u krijua në Top. Ka diçka më të ulët dhe më të rrezikshme se sa të gënjesh të tjerët. Është të gënjesh veten, u shpreh Ledioni.